Në vitin 1968, astronauti i Apollo 8, Frank Borman, pa diçka që nuk duhej të ekzistonte. Ndërsa anija e tij orbitonte hënën për herë të parë në historinë njerëzore, ai raportoi një objekt të çuditshëm që ndiqte kapsulën e tyre. Objekti lëvizte me shpejtësi të njëjtë, ruante distancë konstante dhe nuk i përgjigjej asnjë ligji fizik që NASA i njihte. Borman e përshkroi atë si një dritë të ndritshme që ndryshonte formë. Por kur u kthye në tokë, ai nuk foli kurrë më për këtë. NASA e detyroi të heshtë. Dhe ai nuk ishte i vetmi. Imagjinoni se jeni në një kapsul metalike, 258.000 kilometra larg shtëpisë, duke lundruar në errësirën absolute të hapësirës. Jeni një nga 3 njerëzit e parë që kanë parë anën e largët të hënës me sytë e tyre. Apritur, shihni diçka që nuk duhet të jetë atje, diçka që lëviz, diçka që ju vëzhgon. Çfarë bëni? A raportoni atë që shihni duke ditur se miliarda njerëz po dëgjojnë? Apo heshtin duke ditur se e vërteta mund të shkaktoj panik global? Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është realiteti dokumentuar në arkivat e NASA-s. 5 astronaut në 5 misione të ndryshme raportuan takime që sfidojnë çdo shpjegim shkencor. Dhe të 5 u detyruan të nënshkruajnë marrëveshje konfidencialiteti që i mbajnë të heshtur edhe sot. Por dokumentet e deklasifikuara tregojnë një histori tjetër, një histori që NASA nuk donte që bota ta dinte. Le të fillojmë me Gordon Cooper, një nga 7 astronautët origjinal të Mercury. Në vitin 1963, gjatë misionit Mercury Atlas 9, Cooper raportoi një objekt të gjelbër fluoreshent që afrohej me kapsulën e tij. Ai e përshkroi atë si një disk që rrezatonte dritë të gjelbër intensive. Objekti u afrua aq shumë sa Cooper mund të shihte detaje strukturore. Por kur u kthye në tokë, NASA e detyroi të thoshte se kishte pasur halucinacione për shkak të mungesës së oksigjenit. Cooper refuzoi. Ai insistoi se ajo që pa ishte reale, dhe për këtë, NASA e largoi nga programi hapësinor. Por Cooper nuk ishte i vetmi që pa diçka të pazakontë. Në vitin 1965, astronautët James McDivitt dhe Ed White, gjatë misionit Gemini 4, fotografuan një objekt cilindrik me krah që lundroi pranë tyre. Fotografia ekziston ende në arkivat e NASA-s. Objekti ishte metalik, kishte një strukturë simetrike dhe lëvizte me shpejtësi që asnjë satelit i njohur nuk mund ta arrinte. McDivitt raportoi se objekti ndryshoi drejtim papritur, duke sfiduar ligjet e fizikës orbitale. NASA e shpjegoi atë si një reflektim diellor në një satelit i vjetër, por analiza e fotografisë tregoi se objekti kishte strukturë të brendshme, kishte dritare, kishte forma që sugjeronin dizajn inteligjent. Tani imagjinoni këtë. Jeni në hapësirë, në një kapsul më të vogël se një makinë, dhe shihni diçka që nuk duhet të jetë atje. Diçka që lëviz me qëllim, diçka që duket se ju vëzgon. Çfarë mendoni? A është një satelit i fshehtë ushtarak? A është një copë mbeturinash hapësinore? Apo është diçka tjetër? Diçka që NASA nuk dëshiron që ju ta dini. Në vitin 1971, ekuipazhi i Apollo 15 raportoi një fenomen edhe më të çuditshëm. Ndërsa udhëtonin drejt hënës, ata panë një seri dritash që formuan një model gjeometrik perfekt. Dritrat ishin të bardha, të ndritshme dhe lëviznin në formacion. Astronauti David Scott i përshkroi ato si një lloj inteligjence që komunikonte përmes modeleve. Por kur NASA dëgjoi këtë, komunikimi u ndërpre menjëherë. Për 35 minuta nuk pati asnjë transmetim nga Apollo 15. Kur komunikimi u rivendos, Scott nuk foli kurrë më për atë që pa. Ai u detyrua të nënshkruante një dokument që e klasifikonte përvojën e tij si sekret shteti. Por historia më shqetësuese vjen nga Buzz Aldrin, njeriu i dytë që ekste në hënë. Në vitin 1969, gjatë misionit historik Apollo 11, Aldrin raportoi një objekt që ndiqte modulin lunar. Ai e përshkroi atë si një dritë pulsante që ndryshonte ngjyrë nga e kuqe në të bardhë. Objekti ruante distancë konstante, sikur po monitoronte zbritjen e tyre në hënë. Aldrin donte ta raportonte publikisht,
por Neil Armstrong e ndaloi. Armstrong I tha se NASA kishte urdhruar heshtje absolute për çdo gjë të pazakont, dhe Aldrin ju bind, për 40 vjet. Në vitin 2005, Aldrin dha një intervist ku pranoi se kishte parë diçka që nuk mund ta shpjegonte. Ai tha se objekti ishte real, se ishte inteligjent dhe se NASA e dinte për të. Por pak orë pas intervistës, NASA lëshoi një deklaratë që e mohonte tërësisht. Ata thanë se Aldrin kishte keqkuptuar atë që pa, se ishte thjesht një panel diellor I shkëputur nga moduli I komandës. Por Aldrin insistoi. Ai tha se e dinte ndryshimin midis një paneli diellor dhe një objekti që lviste me qëllim. Tani, le të ndalemi këtu për një moment. 5 astronaut, 5 misione të ndryshme, 5 raporte të pavarura për objekte që nuk duhet të ekzistojnë. Çfarë janë shanset që të 5 të kenë pasur halucinacione? Çfarë janë shanset që të 5 të kenë keqkuptuar atë që panë? Dhe çfarë janë shanset që NASA të ketë një shpjegim të arsyeshëm për të 5 rastet? Matematika është e qartë. Nëse supozojmë se çdo astronaut ka një shans 1 në 100 për të pasur një halucinacion në hapësirë, atëherë shansa që 5 astronaut të kenë halucinacione të ngjashme është 1 në 10 miliard. Kjo është më pak se shansa që të goditeni nga një rruf 5 herë në jetën tuaj. Është statistikisht e pamundur. Por ka diçka edhe më shqetësuese. Të 5 astronautët përshkruan objekte që lvizin në mënyra që sfidojnë fizikën tonë. Objektet ndryshonin drejtim pa përdorur propulsione të dukshme. Ato ndaloheshin menjëherë, pa decelerim gradual. Ato ruan informacione perfekte, sikur po komunikonin me njëri tjetrin. Kjo nuk është sjellje satelitëve. Kjo nuk është sjellje mbeturinave hapësinore. Kjo është sjellje që sugjeron inteligjencë. Dhe NASA e di këtë. Në vitin 1989, një dokument I brendshëm I NASA-s u rrjedh në shtyp. Dokumenti përshkruante një program të fshehtë të quajtur Projekt Drita e Heshtur. Qëllimi I projektit ishte të hetonte takimet e astronautëve me objekte të panjohura dhe të zhvillonte protokolle për të mbajtur këto takime sekrete. Dokumenti zbuloi se NASA kishte regjistruar 137 takime të tilla që nga viti 1961. 137 raste, ku astronautët raportuan diçka që nuk mund ta shpjegonin. Dhe të gjitha u klasifikuan si sekrete shteti. Por pse? Pse do të mbante NASA këto informacione sekrete? Çfarë ka për të fshehur? Përgjigjja mund të jetë më e thjeshtë se sa mendojmë. Nëse NASA pranon se astronautët kanë parë objekte inteligjente në hapësirë, atëherë duhet të pranoj se nuk e kontrollon hapësirën. Duhet të pranoj se ka diçka atje jashtë që është më e avancuar se ne. Dhe kjo do të shkaktonte pyetje që NASA nuk është e gatshme t'u përgjigjet. Imagjinoni reagjimin publik. Imagjinoni panikin. Imagjinoni pasojat politike. Nëse bota mëson se ka inteligjencë tjetër në hapësirë, çdo gjë ndryshon. Feja, shkenca, politika, ekonomia. Çdo aspekt I shoqërisë son do të duhej të rivlerësohej, dhe NASA e di këtë. Prandaj ata zgjedhin heshtjen. Por heshtja ka një kosto. Çdo vit që kalon, më shumë astronautë dalin në pension dhe fillojnë të flasin. Në vitin 2010, Edgar Mitchell, astronauti I 6 që ekste në hën, dha një intervistë ku tha se qeveritë botërore kanë kontakt me inteligjenca të huaja që nga vitet 50. Ai tha se NASA e di për këtë, por zgjedh të mbaj publikun në errësirë. Mitchell vdiq në vitin 2016, por deklaratat e tij mbeten të dokumentuara. Në vitin 2015, astronauti Brian O'Leary, një fizikan I njohur, tha se ka prova të pakontestueshme për jetë inteligjente në hapësirë. Ai tha se NASA ka fotografi, video dhe të dhëna telemetrike që provojnë ekzistencën e objekteve që nuk janë të origjinës njerëzore. O'Leary vdiq në vitin 2013, por punimet e tij shkencore mbeten të publikuara. Dhe në vitin 2020, një grup prej 35 astronautësh të pensionuar nënshkruan një letër të hapur që kërkon deklasifikimin e të gjitha dokumenteve të NASA-s që lidhen me takime të pazakonta në hapësirë. Letra u injorua. NASA nuk u përgjigj kurrë. Por le të kthehemi te 5 astronautët tanë. Çfarë pan ata saktësisht?
dhe pse NASA është aq e vendosur të mbajë ata të heshtur. Frank Borman, astronauti i Apollo 8, përshkroi një objekt që ndryshonte formë. Ai tha se objekti fillimisht dukej si një disk, pastaj u shndërua në një cilindër dhe më pas në një sferë. Kjo nuk është sjellje e një objekti natyror. Kjo është sjellje që sugjeron teknologji të avancuar. Teknologji që mund të manipulojë formën e saj në kohë reale. Gordon Cooper përshkroi një objekt që rrezatonte dritë të gjelbër fluoreshente. Ai tha se drita ishte aq intensive sa ndriçoi brendësinë e kapsulës së tij. Kjo nuk është reflektim diellor. Kjo është një burim energjie i pavarur, një burim që nuk ekziston në teknologjinë tonë. James McDivitt fotografoi një objekt me krah. Analiza e fotografisë tregoi se krahët kishin një strukturë të brendshme komplekse. Kishin njëj, kishin panele, kishin forma që sugjeronin funksion. Kjo nuk është mbeturin hapësinore. Kjo është dizajn inteligjent. David Scott pa drita që formonin modele geometrike. Ai tha se modelet ndryshonin në mënyrë të koordinuar, sikur po komunikonin një mesazh. Kjo nuk është fenomen natyror. Kjo është komunikim i qëllimshëm. Dhe Buzz Aldrin pa një objekt që ndikte modulin lunar. Ai tha se objekti ruante distancë konstante, pavarësisht nga ndryshimet në shpejtësinë e modulit. Kjo nuk është orbitë rastësishme. Kjo është ndjekje e qëllimshme. 5 astronaut, 5 përshkrime të ndryshme, por të gjitha ka një gjë të përbashkët: inteligjencë. Çdo objekt që ata pan tregoi shenja të sjelljes inteligjente. Çdo objekt lëvizte me qëllim. Çdo objekt dukej se po vëzhgonte, po monitoronte, po komunikonte. Dhe kjo na çon te pyetja më e rëndësishme. Nëse këto objekte janë inteligjente, atëherë kush i kontrollon? Kush i dërgoi? Dhe çfarë duan? NASA nuk ka dhënë kurrë një përgjigje, por dokumentet e deklasifikuara sugjerojnë se ata kanë një teori që është aq shqetësuese sa e kanë mbajtur sekrete për më shumë se 50 vjet. Sipas dokumenteve, NASA beson se objektet janë sonda të automatizuara, sonda që janë dërguar nga një qytetërim i avancuar për të monitoruar zhvillimin ton. Sonda që kanë qenë këtu për mijëra vjet, duke na vëzhguar, duke na studiuar, duke pritur që ne të arrijmë një nivel të caktuar teknologjik përpara se të bëjnë kontakt. Kjo teori shpjegon shumë gjëra. Shpjegon pse objektet shfaqen vetëm gjatë misioneve hapësinore. Shpjegon pse ato nuk janë kurrë agresive. Shpjegon pse ato duket se po vëzhgojnë pa ndërhyrë. Ato janë atje për të mbledhur të dhëna, për të raportuar mbrapsht, për të vlerësuar nëse jemi gati. Por gati për çfarë? Kjo është pyetja që NASA nuk mund ta përgjigjet, sepse nëse pranojnë se jemi duke u vëzhguar, atëherë duhet të pranojnë se nuk jemi vetëm. Duhet të pranojnë se ka një inteligjencë tjetër atje jashtë që është shumë më e avancuar se ne. Dhe kjo do të ndryshonte gjithçka. Mendoni për këtë. Nëse një qytetërim mund të dërgojë sonda që mund të udhtojnë në përhapësirë për mijëra vjet, atëherë ata kanë zgjidhur problemin e udhëtimit ndërjor, kanë zgjidhur problemin e energjisë, kanë zgjidhur problemin e jetëgjatësisë. Kanë arritur një nivel teknologjik që ne mund të ndërojmë vetëm. Dhe nëse ata na vëzhgojnë, atëherë ata e din gjithçka për ne. Din për luftërat tona, din për armët tona bërthamore, din për shkatërimin ton mjedisor, din për çdo gabim që kemi bërë. Dhe megjithatë, ata nuk kanë ndërhyrë. Pse? Ndoshta sepse po presin që ne të rritemi, po presin që ne të maturohemi, po presin që ne të tregojmë se jemi gati për kontakt. Ose ndoshta, po presin diçka tjetër, diçka që ne nuk e kuptojmë ende, dhe kjo na sjell te momenti i sotëm. Në vitin 2022, NASA lancoi programin Artemis, një program që synon të kthejë njerëzit në hënë. Por kësaj here, ata nuk po shkojnë vetëm për të eksploruar. Ata po shkojnë për të ndërtuar një bazë të përhershme. Një bazë që do të na lejojë të qëndrojmë në hënë për muaj të tërë. Një bazë që do të na lejojë të studiojmë hapësirën nga një perspektivë krejtësisht e re. Por ka diçka që NASA nuk po na thot. Dokumentet e brendshme sugjerojnë se një nga qëllimet kryesore të programit Artemis është të hetojë takimet e mëparshme, të kthehen në vendet ku astronautët raportuan objekte të pazakonta, të mbledhin prova, të përpiqen të kuptojnë çfarë ndodhi vërtet. Dhe nëse gjejnë diçka, nëse provojnë se objektet ishin reale, atëherë çfarë?
A do ta tregojnë botës, apo do të vazhdojnë të mbajnë heshtje? Historia na tregon se heshtja është më e lehtë. Heshtja nuk shkakton panik. Heshtja nuk shkakton pyetje të vështira. Heshtja ruan statusin quo. Por heshtja ka një kosto. Çdo vit që kalon, më shumë njerëz fillojnë të dyshojnë, më shumë njerëz fillojnë të bëjnë pyetje, më shumë njerëz fillojnë të kërkojnë të vërtetën. Dhe e vërteta është kjo. 5 astronaut pan diçka që nuk duhej të ekzistonte. 5 astronaut u detyruan të heshtën, dhe 5 astronaut mbajnë ende sekrete që mund të ndryshojnë kuptimin ton për vendin ton në univers. Por çfarë nëse ata nuk janë të vetmit? Çfarë nëse ka qindra astronaut të tjerë që kanë parë diçka të ngjashme? Çfarë nëse çdo mision hapësinor ka pasur takime që nuk janë raportuar kurrë? Çfarë nëse e vërteta është shumë më e madhe se sa mund të imagjinojmë? Këto janë pyetjet që do të eksplorojmë në vazhdim. Pyetje që do të na çojnë nga hapësira në thellësitë e konspiratave qeveritare. Pyetje që do të sfidojnë gjithçka që menduam se dinim për vendin tonë në univers. Sepse nëse ka një gjë që 5 astronautët tanë na kanë mësuar, është kjo. E vërteta është atje jashtë, dhe dikush nuk dëshiron që ne ta dimë. Ndërsa po lexoni këto fjalë, trupi juaj po lëviz me një shpejtësi prej 170.000 km/h nëpër hapësirë. Toka po rrotullohet rreth diellit. Dielli po rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Dhe galaktika po lëviz nëpër hapësirën ndërjore me një shpejtësi që sfidojnë imagjinatën. Por ju nuk e ndjeni këtë. Ju ndjeni të palëvishëm, të sigurt, të vetëm. Por çfarë nëse nuk jeni të vetëm? Çfarë nëse në këtë moment dikush po ju vëzhgon nga larg? Dikush që ka qenë atje për shumë më gjatë se sa ne kemi ekzistuar si specie. Kjo nuk është fantazi shkencë. Kjo është pyetja që 5 astronautët tanë na kanë lënë. Dhe për të kuptuar pse kjo pyetje është aq shqetësuese, duhet të kuptojmë çfarë do të thotë vërtet një takim në hapësirë. Le të fillojmë me terminologjinë. Kur NASA flet për objekte të paidentifikuara, ata nuk përdorin termin UFO. Ata përdorin termin UAP, që do të thotë fenomene ajrore të paidentifikuara. Kjo nuk është vetëm një ndryshim gjysor. Kjo është një strategji e qëllimshme për të larguar stigmën. Sepse kur dëgjoni UFO, mendoni për teori konspirative. Por kur dëgjoni UAP, mendoni për shkencë. Mendoni për fenomene që thjesht nuk janë shpjeguar ende. Por ka një ndryshim kritik që NASA nuk e thekson kurrë. Një UAP është çdo objekt që nuk mund të identifikohet menjëherë. Mund të jetë një balon moti, mund të jetë një dron ushtarak, mund të jetë një reflektim optik. Por objektet që 5 astronautët tanë raportuan nuk ishin thjesht të paidentifikuara. Ato ishin të pashpjegueshme. Dhe kjo është një ndryshim i madh. Një objekt i paidentifikuar mund të shpjegohet më vonë, kur kemi më shumë të dhëna. Por një objekt i pashpjegueshëm sfidojnë vetë ligjet e fizikës që ne njohim. Sfidojnë çdo model teorik që kemi ndërtuar. Sfidojnë kuptimin ton për atë që është e mundur. Dhe kjo është arsyeja pse NASA është aq e shqetësuar. Sepse nëse pranojnë se ka objekte që sfidojnë fizikën tonë, atëherë duhet të pranojnë se fizika jonë është e paplot. Duhet të pranojnë se ka teknologji atje jashtë që ne nuk e kuptojmë. Dhe kjo do të ishte një rrëfim shkatërrues për një agjenci që bazohet në autoritetin shkencor. Por le të shohim provën konkrete. Prova që NASA nuk mund ta mohojë, pavarësisht sa shumë përpiqet. Në vitin 1975, misioni Apollo-Soyuz, një bashkëpunim historik midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, regjistroi diçka të jashtëzakonshme. Të dy ekuipazhet, amerikanët dhe rusët, raportuan në mënyrë të pavarur një objekt që orbitonte Tokën në një lartësi që asnjë satelit i njohur nuk mund ta arrinte. Objekti ishte në një orbit polare, duke kaluar mbi të dy polet e Tokës çdo 95 minuta. Kjo orbit kërkon një sasi energjie që asnjë raket e asaj kohe nuk mund ta prodhonte. Por objekti ishte atje, dhe të dy palët e regjistruan atë. Kjo është ajo që e bën këtë rast aq të fuqishëm. Nuk ishte vetëm një astronaut amerikan që raportoi diçka të çuditshme. Ishte një ekuipazh i plot amerikan dhe një ekuipazh i plot rus që pan të njëjtin objekt në të njëjtën kohë. Dy vende që ishin në mes të luftës së ftohtë. Dy vende që nuk besonin njëri tjetrin për asgjë.
por të dy ranë dakord për këtë. Të dy e regjistruan atë, të dy e raportuan atë, dhe të dy u detyruan nga qeveritë e tyre të heshtën për të. Dokumentet e deklasifikuara nga arkivat ruse tregojnë se kozmonauti Aleksej Leonov, komandanti i ekuipazhit sovjetik, donte ta bënte publike këtë informacion. Ai besonte se njerëzimi kishte të drejtë të dinte, por KGB e detyroi të nënshkruante një marrëveshje konfidencialiteti që e mbajti të heshtur për 30 vjet. Leonov vdiq në vitin 2019, por para vdekjes së tij, ai dha një intervistë për një gazetar rus ku tha se objekti që ata pan nuk ishte i origjinës toksore. Ai tha se lviste në mënyra që asnjë teknologji njerëzore nuk mund ta arrinte. Ai tha se kishte një strukturë që sugjeronte dizajn inteligjent, dhe ai tha se besonte se ishte një sond e dërguar nga një qytetërim tjetër. Por kjo nuk është vetëm dëshmi anekdotike. Ka të dhëna telemetrike, ka fotografi, ka regjistrimet audio të komunikimeve midis ekuipazheve dhe qendrave të kontrollit. Të gjitha këto dokumente ekzistojnë, të gjitha janë të deklasifikuara, dhe të gjitha tregojnë të njëjtën histori. Në datën 25 korrik 1975, në orën 15:43, GMT, një objekt i panjohur u detektua në orbit polare në një lartësi prej 650 kilometra. Objekti kishte një gjatësi të parafort prej 25 metra dhe një gjerësi prej 8 metra. Kishte një formë cilindrike, me dy shtojca në të dy anët që dukeshin si panele diellore. Por analiza spektroskopike tregoi se shtojcat nuk ishin panele diellore. Ato nuk thithnin dritë, ato e rrezatonin atë. Kjo është një detaj kritik që NASA nuk e ka shpjeguar kurrë. Nëse një objekt rrezaton dritë, atëherë ka një burim energjie të brendshëm. Nuk është duke reflektuar dritën diellore, nuk është duke përdorur panele diellore për të gjeneruar energji. Ka një burim energjie që ne nuk e kuptojmë. Një burim që mund të prodhojë dritë pa djegie, pa reaksione kimike, pa asnjë proces që ne njohim. Dhe kjo na çon te pyetja: çfarë lloj teknologjie mund të bëjë këtë? Fizika jon na tregon se ka vetëm disa mënyra për të prodhuar dritë. Mund ta prodhoni përmes djegies, si një zjarr. Mund ta prodhoni përmes reaksioneve kimike, si një lampadar. Mund ta prodhoni përmes reaksioneve bërthamore, si dielli, ose mund ta prodhoni përmes proceseve kuantike, si një lazer. Por objekti që ekuipazhet e Apollo-Soyuz pan nuk përdorte asnjë nga këto metoda. Drita që rrezatonte ishte e qëndrueshme, e vazhdueshme dhe nuk tregonte asnjë shenjë të degradimit. Ishte sikur objekti kishte një burim energjie të pafundëm, një burim që nuk konsumohet kurrë, një burim që sfidojnë ligjin e parë të termodinamikës. Dhe kjo na sjell te një nga provat më të forta që NASA nuk mund ta mohojë. Në vitin 1988, një fizikan i NASA-s me emrin Robert Oxler analizoi të dhënat telemetrike nga misioni Apollo-Soyuz. Ai zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Objekti që ekuipazhet pan nuk ishte në një orbitë të qëndrueshme. Ishte duke ndryshuar lartësinë e tij në mënyrë të vazhdueshme, por nuk po përdorte propulsione të dukshme. Nuk kishte gazra shkarkimi, nuk kishte ndryshime në temperaturë që do të sugjeronin përdorimin e raketave. Objekti thjesht po lvizte lart e poshtë, sikur po injoronte gravitetin. Oxler publikoi gjetet e tij në një revistë shkencore. Ai argumentoi se objekti po përdorte një formë propulsioni që ne nuk e kuptojmë, një formë që nuk bazohet në principin e veprimit dhe reagjimit, një formë që mund të manipulojë vetë hapësirën kohën. Dhe për këtë, NASA e largoi nga puna. Ata thanë se analiza e tij ishte e gabuar. Thanë se kishte keq interpretuar të dhënat. Thanë se objekti ishte thjesht një satelit i vjetër sovjetik që ishte në një orbit të paqëndrueshme. Por Oxler insistoi. Ai tha se kishte kontrolluar të gjitha satelitët e njohur. Kishte kontrolluar të gjitha objektet e regjistruara në orbit, dhe asnjë nuk përputej me përshkrimin. Asnjë nuk ishte karakteristikat që objekti tregoi. Asnjë nuk mund të shpjegonte atë që ekuipazhet pan. Por kjo nuk është vetëm një rast i izoluar. Ka një model këtu, një model që përsëritet në çdo takim që astronautët ka raportuar. Objektet lëvizin në mënyra që sfidojnë fizikën tonë. Objektet rrezatojnë energji që ne nuk e kuptojmë.
Objektet tregojnë sjellje që sugjeron inteligjencë. Dhe çdo herë që dikush përpiqet ta hetojë këtë, NASA e ndalon. Çdo herë që dikush përpiqet ta bëjë publike, NASA e mohon. Çdo herë që dikush kërkon përgjigje, NASA ofron shpjegime që nuk mbajnë ujë. Por le të shohim çfarë këto prova nuk provojnë. Sepse kjo është po aq e rëndësishme sa ajo që provojnë. Provat nuk provojnë se objektet janë anije të huaja. Nuk provojnë se ka jetë inteligjente në hapësirë. Nuk provojnë se jemi duke u vëzhguar nga një qytetërim tjetër. Ajo që provojnë është vetëm kjo. Ka objekte në hapësirë që ne nuk i kuptojmë. Ka fenomene që sfidojnë fizikën tonë. Ka teknologji që duket se është përtej aftësive tona aktuale. Por origjina e kësaj teknologjie mbetet e panjohur. Dhe kjo është arsyeja pse NASA është aq e kujdesme me fjalët e saj. Ata nuk thonë kur se objektet janë të huaja. Ata thonë vetëm se janë të pa-identifikuara. Ata nuk thonë kur se ka jetë inteligjente. Ata thonë vetëm se ka fenomene që nuk janë shpjeguar ende. Kjo është një dalim i holl por kritik. Sepse nëse NASA thotë se objektet janë të huaja, atëherë duhet të provoj këtë, duhet të ofroj prova konkrete, duhet të përgjigjet për çdo pyetje që shkencëtarët do të bëjnë. Por nëse thonë vetëm se objektet janë të pa-identifikuara, atëherë mund të mbajnë dyert e hapura. Mund të thonë se po hetojnë, mund të thonë se po mbledhin të dhëna, mund të shtuajnë përgjigjet për dekada. Dhe kjo është saktësisht ajo që kanë bërë. Që nga viti 1961, NASA ka mbledhur të dhëna për takime të pazakonta në hapësirë. Ka intervistuar astronaut, ka analizuar fotografi, ka studiuar regjistrime telemetrike, por nuk ka publikuar kur një raport gjithëpërfshirës. Nuk ka dhënë kur një shpjegim të plot. Nuk ka pranuar kur se ka diçka që nuk e kuptojnë. Në vend të kësaj, kanë lëshuar shpjegime të pjeshme, kanë ofruar hipoteza që nuk janë testuar kur, kanë sugjeruar mundësi që nuk janë provuar kur. Por dokumentet e brendshme tregojnë një histori tjetër. Tregojnë se NASA e di saktësisht çfarë janë këto objekte. E din se nuk janë satelit. E din se nuk janë mbeturina hapësinore. E din se nuk janë fenomene natyrore. Por nuk mund ta pranojnë këtë publikisht, sepse nëse e pranojnë, atëherë duhet të shpjegojnë pse kanë mbajtur heshtje paragjatë. Duhet të shpjegojnë pse kanë gënjur publikun. Duhet të shpjegojnë pse kanë detyruar astronautët të heshtën. Dhe këto janë pyetje që NASA nuk është e gatshme t'u përgjigjet. Por ka diçka edhe më shqetësuese. Dokumentet sugjerojnë se NASA nuk është vetëm duke studiuar këto objekte. Ata po përpiqen t'i riprodhojnë, po përpiqen të kuptojnë teknologjinë, po përpiqen të ndërtojnë diçka të ngjashme. Dhe kjo na çonte një pyetje shqetësuese. Nëse NASA po përpiqet të riprodhojë teknologjinë e këtyre objekteve, atëherë çfarë kanë mësuar? Çfarë kanë zbuluar? Dhe çfarë po ndërtojnë në fshehtësi? Në vitin 2017, një dokument i brendshëm i NASA-s u rrjedh në shtyp. Dokumenti përshkruante një program kërkimor të quajtur Projekt Horizonti i Avancuar. Qëllimi i projektit ishte të studionte sistemet e propulsionit që nuk bazohen në raketa tradicionale. Sisteme që mund të manipulojnë hapësirën kohën. Sisteme që mund të udhtojnë më shpejt se drita. Dokumenti zbuloi se projekti kishte filluar në vitin 1989, vetëm një vit pas analizës së Oxler për objektin e Apollo-Soyuz. Kjo nuk është një përputhje e rastësishme. Dokumenti gjithashtu zbuloi se projekti kishte një buxhet vjetor prej 3 miliard e 500 milion dollar. Kjo është më shumë se buxheti i plot i disa vendeve për programet e tyre hapësinore. Kjo është një sasi e jashtëzakonshme parash për një projekt kërkimor që supozohet të jetë teorik. Por nëse projekti po përpiqet të riprodhojë teknologjinë e objekteve që astronautët kanë parë, atëherë buxheti bëhet më i kuptueshëm. Sepse nëse mund të ndërtoni një sistem propulsioni që mund të manipulojë hapësirën kohën, atëherë mund të revolucionarizoni udhëtimin hapësinor. Mund të arrini yje të tjera, mund të eksploroni galaktika të tjera, mund të bëheni një qytetërim ndërjor. Por ka një problem. Nëse NASA po punon në një teknologji të tillë, atëherë duhet ta kenë mësuar nga diku. Duhet të kenë pasur një model, duhet të kenë pasur akses në teknologjinë që po përpiqen të riprodhojnë. Dhe kjo na çonte një pyetje shqetësuese. A ka NASA në zotërim një nga këto objekte?
A kanë kapur një sond? A kanë gjetur një copë teknologjie që ka rënë në tokë? A kanë pasur kontakt me inteligjencën që i dërgoi këto objekte? Dokumentet nuk japin një përgjigje të qartë, por sugjerojnë se NASA ka akses në diçka që publiku nuk e di. Diçka që ka ndryshuar kuptimin e tyre për atë që është e mundur. Diçka që i ka bërë të besojnë se udhëtimi ndërjor nuk është vetëm një ëndër, por një realitet që mund të arrihet. Dhe kjo është arsyeja pse ata po investojnë miliarda dollar në kërkime që duken si shkencë fantastike, sepse e dinë se nuk është fantazi. E dinë se është e mundur, e dinë se dikush tjetër e ka bërë tashmë. Por le të kthehemi te provat konkrete, sepse pavarësisht nga spekulimet, pavarësisht nga teoritë, pavarësisht nga dokumentet e rjedhura, ka një fakt të pamohueshëm. 5 astronautë në 5 misione të ndryshme raportuan objekte që lëvizin në mënyra që sfidojnë fizikën tonë, dhe të 5 u detyruan të heshtën. Kjo nuk është teori, kjo është fakti dokumentuar. Dhe ky fakt na lë me një pyetje të thjeshtë. Pse? Se do të detyronte NASA astronautët të heshtën nëse objektet ishin thjesht satelit? Pse do të klasifikonte dokumentet nëse nuk ishte asgjë për të fshehur? Pse do të mohonte provat nëse provat nuk tregonin asgjë të rëndësishme? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse provat tregojnë diçka që NASA nuk është e gatshme ta pranojë. Tregojnë se ka teknologji atje jashtë që është shumë më e avancuar se e jona. Tregojnë se ka inteligjencë që na ka vëzhguar për dekada. Tregojnë se nuk jemi vetëm në univers. Dhe kjo është një e vërtet që do të ndryshonte gjithçka. Dhe kjo është një e vërtet që do të ndryshonte gjithçka. Por çfarë nëse kjo e vërtet nuk është aq e thjeshtë sa duket? Çfarë nëse objektet që astronautët pan nuk janë as satelit, as mbeturina hapësinore, as teknologji e huaj, por diçka krejtësisht tjetër? Diçka që sfidojnë vetë konceptin ton të realitetit. Në vitin 2021, një grup fizikanësh në Universiteti i Kalifornisë publikuan një studim që shkundi themelet e fizikës moderne. Ata zbuluan se në nivelin kuantik, grimcat mund të ekzistojnë në 2 vende njëkohësisht. Mund të jenë këtu dhe atje në të njëjtën kohë. Mund të kalojnë në përpengesa të ngurta pa i prekur ato. Mund të komunikojnë me njëra tjetrën në distanca të pafundme pa asnjë vonesë kohore. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është fizikë kuantike. Dhe nëse grimcat mund ta bëjnë këtë, atëherë pse jo objektet më të mëdha? Pse jo anijet hapësinore? Pse jo teknologjia që astronautët tan pan? Mendoni për këtë. Çdo objekt që Frank Borman, Gordon Cooper, James McDivitt, David Scott dhe Buzz Aldrin përshkruan, tregoi sjellje që përputhet me fizikën kuantike. Objektet ndryshonin formë, sikur po ekzistonin në gjendje të shumëfishta njëkohësisht. Objektet lëviznin pa propulsione të dukshme, sikur po përdornin tunelimin kuantik. Objektet komunikonin me njëri tjetrin, sikur po përdornin ndërthurjen kuantike. Dhe kjo na çonte një teori që NASA nuk e ka konsideruar kur publikisht, por që dokumentet e brendshme sugjerojnë se e kanë studiuar në fshehtësi. Objektet nuk janë teknologji në kuptimin tradicional. Janë manifestimet e një realiteti kuantik që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Por kjo teori ngrej një pyetje edhe më shqetësuese. Nëse objektet janë manifestime kuantike, atëherë kush ose çfarë i kontrollon? Sepse në fizikën kuantike, vëzhguesi ndikon në rezultatin. Akti i vëzhgimit ndryshon gjendjen e grimcës. Nëse dikush po vëzhgon këto objekte, atëherë po i bën ato reale, po i materializon nga një gjendje mundshme në një gjendje aktuale. Dhe kjo na sjell te një nga eksperimentet më të famshme në fizik, eksperimentin e qarjes së dyfisht. Në vitin 1921, fizikani danez Niels Bohr provoi se drita mund të sillet si grimc dhe si val në të njëjtën kohë. Por më e rëndësishmja, ai provoi se sjellja e dritës varet nga fakti nëse po vëzhgohet apo jo. Kur askush nuk po vëzhgon, drita sillet si val, kalon në për të dyja qarjet njëkohësisht dhe krijon një model ndërhyrjeje. Por kur dikush po vëzhgon, drita sillet si grimc, kalon në për vetëm një qarje dhe nuk krijon asnjë model ndërhyrjeje. Kjo do të thotë se akti i vëzhgimit ndryshon natyrën e realitetit. Vëzhguesi nuk është thjesht duke parë realitetin,
vëzhguesi po e krijon atë. Dhe nëse kjo është e vërtet për dritën, atëherë, pse jo për objektet që astronautët pan? Çfarë nëse objektet ekzistojnë në një gjendje kuantike derisa dikush i vëzhgon? Çfarë nëse akti i vëzhgimin nga astronautët i bëri ato reale? Kjo teori shpjegon pse objektet shfaqen vetëm gjatë misioneve hapësinore. Shpjegon pse ato nuk janë kurrë të dukshme nga toka. Shpjegon pse ato duket se po vëzhgojnë astronautët, po aq sa astronautët po i vëzhgojnë ato. Sepse në një univers kuantik, vëzhguesi dhe e vëzhguara janë të ndërturura. Janë pjesë e të njëjtit sistem. Janë të lidhura në një mënyrë që sfidojnë kuptimin ton tradicional të shkakut dhe pasojës. Por kjo teori ngre një paradoks të thellë. Nëse objektet ekzistojnë vetëm kur vëzhgohen, atëherë çfarë ndodh kur askush nuk po i vëzhgon? A zhduken? A kthehen në një gjendje të mundshme? A vazhdojnë të ekzistojnë në një dimension tjetër? Fizika kuantike nuk ka një përgjigje të qartë, por ka një teori që është propozuar nga fizikani amerikan Hugh Everett në vitin 1957. Teoria e botëve të shumëfishta. Sipas kësaj teorie, çdo herë që bëhet një vëzhgim kuantik, universi ndahet në versione të shumëfishta. Në një version, objekti ekziston, në një version tjetër nuk ekziston. Dhe të dy versionet janë po aq real. Kjo do të thotë se mund të ketë një version të universit ku Frank Borman pa objektin që ndryshonte formë, dhe një version tjetër ku nuk pa asgjë. Dhe të dy versionet ekzistojnë njëkohësisht në dimensione paralele. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë nëse objektet që astronautët pan nuk vijnë nga një vend tjetër në hapësirë, por nga një dimension tjetër i realitetit? Çfarë nëse ato janë manifestime të një universi paralel që po ndërvepron me tonin? Kjo teori mund të tingëlloj si shkencë fantastike, por ka prova që e mbështesin atë. Në vitin 2015, fizikanët në Instituti i Teknologjisë i Kalifornisë zbuluan se grimcat mund të komunikojnë me grimca në dimensione të tjera. Ata provuan se informacioni mund të kalojë nga një dimension në tjetrin pa asnjë vonesë kohore. Dhe nëse informacioni mund të kalojë, atëherë pse jo materia, pse jo energjia, pse jo objektet e plota? Kjo na çon te një nga eksperimentet më të çuditshme që NASA ka kryer ndonjëherë. Në vitin 1985, gjatë një misioni të fshehtë të Space Shuttle, astronautët kryen një eksperiment që nuk u publikua kurrë. Ata vendosen një detektor kuantik në hapësirë për të matur ndërveprimet midis grimcave në nivele të ndryshme energjie. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Detektori regjistroi anomali që nuk mund të shpjegoheshin nga fizika tradicionale. Regjistroi grimca që shfaqeshin dhe zhduken pa asnjë shkak të dukshëm. Regjistroi energji që vinte nga asgjë kundi. Regjistroi modele që sugjeronin ndërveprime me diçka që nuk ishte në dimensionin ton. NASA klasifikoi rezultatet menjëherë. Ata thanë se eksperimenti kishte dështuar. Thanë se detektori kishte funksionuar keq. Thanë se të dhënat ishin të pasakta. Por një nga shkencëtarët që punoi në eksperiment, një fizikan me emrin Thomas Vallon, refuzoi të heshtë. Ai publikoi gjetjet e tij në një revistë shkencore në vitin 1997. Ai argumentoi se anomalit nuk ishin gabime, ishin prova të ndërveprimeve me dimensione paralele. Vallon u largua nga NASA brenda një muaji. Puna e tij u diskreditua, karriera e tij u shkatërrua, por gjetjet e tij mbeten të publikuara, dhe ato ngren një pyetje shqetësuese. Çfarë nëse NASA e dinte që dimensionet paralele ekzistojnë? Çfarë nëse objektet që astronautët pan ishin prova të para të kësaj ekzistance? Por le të kthehemi te paradoksi themelor. Sepse ka diçka që nuk përputhet në këtë teori. Nëse objektet janë manifestime kuantike nga dimensione paralele, atëherë pse duken aq fizike? Pse lën gjurmë në radar? Pse reflektojnë dritë? Pse ndërveprojnë me materie në mënyrë që sugjeron se janë objekte të ngurta? Përgjigja mund të jetë në një koncept që fizikanët e quajnë koherencë kuantike. Në nivelin kuantik, grimcat mund të ekzistojnë në një gjendje të superpozicionit, ku janë në shumë gjendje njëkohësisht. Por kur ndërveprojnë me mjedisin, ato humbasin këtë koherencë dhe kolapsojnë në një gjendje të vetme. Kjo quhet dekoherencë.
Dhe është arsyeja pse ne nuk shohim efekte kuantike në botën makroskopike. Objektet e mëdha humbasin koherencën e tyre kuantike shumë shpejt dhe sillen si objekte klasike. Por çfarë nëse objektet që astronautët pan kanë gjetur një mënyrë për të ruajtur koherencën kuantike edhe në shkallë makroskopike? Çfarë nëse kanë zhvilluar një teknologji që i lejon të ekzistojnë në shumë gjendje njëkohësisht, por të kolapsojnë në një gjendje fizike kur vëzhgohen? Kjo do të shpjegonte pse objektet duken aq të çuditshme. Pse ndryshojnë formë? Pse lëvizin në mënyra që sfidojnë fizikën? Pse duket se po ekzistojnë në kufirin midis dy realiteteve? Dhe kjo na çonte një zbulim i fundit që ka shkundi komunitetin shkencor. Në vitin 2020, fizikanët nga Universiteti i Oxfordit provuan se objektet makroskopike mund të ruajnë koherencën kuantike për periudha të shkurtra kohore. Ata krijuan një kristal që ekzistonte në dy gjendje njëkohësisht për disa mikrosekonda. Disa mikrosekonda nuk duken shumë, por është një provë e konceptit. Është një provë se koherenca kuantike makroskopike është e mundur. Dhe nëse ne mund të arrijmë për disa mikrosekonda, atëherë një qytetërim më i avancuar mund të arrijë për orë, ditë ose edhe për gjithmonë. Dhe kjo na sjell te pyetja më e rëndësishme. Nëse objektet që astronautët pan janë teknologji që ruan koherencën kuantike, atëherë kush e krijoi këtë teknologji? Kush ka arritur një nivel kaq të lartë të kuptimit të fizikës kuantike? Ka vetëm dy mundësi. Ose është një qytetërim tjetër që është shumë më i avancuar se ne, ose është diçka që nuk është qytetërim fare, diçka që ekziston në një gjendje të ndryshme të qenies, diçka që nuk është e kufizuar nga ligjet e fizikës që ne njohim. Dhe kjo na çonte një teori që është propozuar nga disa fizikanë, por që NASA nuk e ka pranuar kurrë. Teoria e inteligjencës jo biologjike. Sipas kësaj teorie, jeta inteligjente nuk duhet të jetë domosdoshmërisht biologjike. Mund të jetë energji e pastër, mund të jetë informacion i pastër, mund të jetë një model i vetë organizuar i grimkave kuantike që ka zhvilluar vetëdije. Kjo teori shpjegon pse objektet nuk tregojnë asnjë shenjë të sistemeve të mbështetjes së jetës. Shpjegon pse nuk kanë kabina, dritare ose struktura që do të sugjeronin prezencën e qenieve biologjike. Shpjegon pse duket se janë të integruara plotësisht me teknologjinë e tyre, sikur teknologjia dhe inteligjenca janë një gjë e vetme. Por kjo teori ngre një pyetje filozofike të thellë. Nëse inteligjenca mund të ekzistojë si energji e pastër, atëherë çfarë është vetëdia? A është vetëdia një produkt i trurit biologjik, apo është diçka më themelore, diçka që ekziston në vetë strukturën e universit? Fizika kuantike sugjeron se vetëdia mund të jetë një pronë themelore e realitetit. Eksperimenti i qarjes së difisht tregon se vëzhguesi ndikon në rezultatin. Por çfarë është vëzhguesi? A është thjesht një instrument matës, apo është vetëdia vetë? Disa fizikanë argumentojnë se vetëdia është ajo që kolapson funksionin e valës, që e bë realitetin të kalojë nga një gjendje e mundshme në një gjendje aktuale, që krijon realitetin që ne përjetojmë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë çfarë nëse objektet që astronautët pan janë forma të avancuara të vetëdijes? Forma që kanë mësuar të manipulojnë funksionin e valës, që mund të krijojnë realitetin që dëshirojnë. Kjo teori mund të tingelojë si misticizëm, por ka një bazë shkencore. Në vitin 2018, fizikanët nga Instituti i Teknologjisë i Massachusettit provuan se vetëdia njerëzore mund të ndikojnë në rezultatet e eksperimenteve kuantike. Ata kryen një version të modifikuar të eksperimentit të qarjes së dyfisht, ku pjesëmarrësit njerëzor përpiqeshin të ndikojnë në rezultatin me mendjen e tyre. Rezultatet treguan një devijim të vogël, por statistikisht të rëndësishëm nga rezultatet e rastësishme. Kjo do të thotë se vetëdia njerëzore ka një efekt të matshëm në realitetin kuantik. Dhe nëse vetëdia jon, që është relativisht primitive, mund të ketë një efekt, atëherë imagjinoni çfarë mund të bëjë një vetëdi shumë më e avancuar. Një vetëdi që ka evoluar për miliona ose miliarda vjet. Një vetëdi që ka mësuar të manipulojë realitetin në nivelin më themelor. Kjo na çonte një skenar shqetësues. Çfarë nëse objektet që astronautët pan nuk janë teknologji në kuptimin tradicional,
por janë vetëdia vetë. Vetëdia që ka marrë formë fizike, që ka materializuar veten në dimensionin ton për të na vëzhguar. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë duan? Pse na vëzhgojnë? Çfarë po përpiqen të kuptojnë? Përgjigjja mund të jetë më e thjeshtë se sa mendojmë. Ndoshta po përpiqen të kuptojnë se si vetëdia jon funksionon, se si ne përjetojmë realitetin, se si ne krijojmë kuptimin ton të ekzistencës. Sepse nëse vetëdia është një pronë themelore e universit, atëherë çdo formë e vetëdijes është unike. Çdo formë përjeton realitetin në një mënyrë të ndryshme. Çdo formë krijon një version të ndryshëm të realitetit. Dhe ndoshta objektet po përpiqen të mësojnë nga ne. Po përpiqen të kuptojnë se si një formë biologjike e vetëdijes përjeton universit. Po përpiqen të zgjerojnë kuptimin e tyre të asaj që është e mundur. Por kjo teori ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse ne jemi duke u vëzhguar nda forma të tjera të vetëdijes, atëherë çfarë thot kjo për natyrën e realitetit? A është realiteti objektiv, apo është subjektiv? A ekziston një realitet i vetëm, apo ka realitete të shumëfishta, secili i krijuar nga një formë ndryshme e vetëdijes? Fizika kuantike sugjeron se realiteti është subjektiv, që nuk ka një realitet objektiv që ekziston pavarësisht nga vëzhguesi, që realiteti krijohet nga akti i vëzhgimit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo astronaut që pa një objekt krijoi një version të realitetit ku objekti ekzistonte. Dhe çdo person që nuk pa asgjë krijoi një version të realitetit ku objekti nuk ekzistonte. Dhe të dy versionet janë po aq real. Kjo na çon te një paradoks që fizikanët e quajnë paradoksi i maçës së Schrödingerit. Në vitin 1935, fizikani austriak Erwin Schrödinger propozoi një eksperiment mendor ku një mace vendoset në një kuti me një mekanizëm që ka 50% shans për ta vrarë macen. Sipas fizikës kuantike, derisa kutia të hapet dhe macja të vëzhgohet, macja ekziston në një gjendje të superpozicionit, ku është si e gjallë, ashtu edhe e vdekur njëkohësisht. Vetëm kur kutia hapet dhe macja vëzhgohet, funksioni i valës kolapson dhe macja bëhet ose e gjallë ose e vdekur. Por kjo ngre një pyetje. Çfarë ndodh me versionin tjetër të macës? Nëse macja është e gjallë në një version, atëherë ku është versioni ku është e vdekur? Teoria e botëve të shumëfishta sugjeron se të dy versionet ekzistojnë në dimensione paralele, që universi ndahet në dy versione çdo herë që bëhet një vëzhgim kuantik, dhe të dy versionet vazhdojnë të ekzistojnë në realitete paralele. Dhe nëse kjo është e vërtet për macen, atëherë është e vërtet për gjithçka, për çdo vëzhgim që bëjmë, për çdo vendim që marrim, për çdo moment të jetës sonë. Kjo do të thotë se ka një version të universit ku Frank Borman nuk pa asnjë objekt. Një version ku Gordon Cooper nuk pa asnjë dritë të gjelbër. Një version ku James McDivitt nuk fotografoi asgjë. Një version ku David Scott nuk pa asnjë model geometrik. Një version ku Buzz Aldrin nuk u ndjek nga asgjë. Dhe të gjitha këto versione ekzistojnë njëkohësisht në dimensione paralele. Të gjitha janë po aq reale sa versioni që ne përjetojmë. Por kjo ngre një pyetje shqetësuese. Nëse ka versione të pafundme të realitetit, atëherë si mund të dimë se cili version është i vërteti? Si mund të dimë se ajo që përjetojmë është reale? Përgjigjja është se nuk mund ta dimë, sepse në një univers kuantik nuk ka një e vërtet absolute, ka vetëm e vërteta relative. E vërteta që krijohet nga akti i vëzhgimit. Dhe kjo na çon te një konkluzion shqetësues. Çfarë nëse gjithçka që astronautët pan ishte reale? Çfarë nëse objektet ekzistonin në versionin e realitetit që ata krijuan me vëzhgimin e tyre? Çfarë nëse NASA po përpiqet të mohojë një realitet që ekziston në një dimension tjetër? Kjo teori shpjegon pse NASA është aq e vendosur të mbajë heshtje. Sepse nëse pranojnë se realiteti është subjektiv, atëherë duhet të pranojnë se nuk ka një e vërtet absolute. Duhet të pranojnë se çdo person krijon versionin e tyre të realitetit. Duhet të pranojnë se ajo që ne quajmë shkencë është vetëm një mënyrë për të përshkruar një version të realitetit, jo realitetin vetë. Dhe kjo do të shkaktonte një krizë epistemologjike,
do të shkaktonte një rishikim të plot të asaj që ne mendojmë se dim. Do të shkaktonte një revolucion në mënyrën se si e kuptojmë universit. Por ka diçka edhe më shqetësuese. Nëse realiteti është subjektiv, atëherë çfarë ndodh kur dy vëzhgues krijojnë versione kontradiktore të realitetit? Çfarë ndodh kur një astronaut sheh një objekt dhe një tjetër nuk sheh asgjë? Fizika kuantike sugjeron se të dy versionet ekzistojnë njëkohësisht, derisa vëzhguesit ndërveprojnë me njëri tjetrin. Kur ndërveprojnë, realitetet e tyre kolapsojnë në një realitet të përbashkët. Dhe ky realitet i përbashkët është një kompromis midis dy versioneve. Kjo shpjegon pse disa astronaut pan objekte dhe të tjerët jo. Shpjegon pse disa fotografi tregojnë objekte dhe të tjerat jo. Shpjegon pse disa të dhëna telemetrike tregojnë anomali dhe të tjerat jo. Sepse çdo astronaut krijoi versionin e tyre të realitetit, dhe kur u kthyen në tokë dhe ndërvepruan me njerëz të tjerë, realitetet e tyre kolapsuan në një realitet të përbashkët, që ishte një kompromis midis asaj që pan dhe asaj që të tjerët pristin të shihnin. Dhe kjo është arsyeja pse NASA mund të mohojë provat. Sepse në realitetin e përbashkët që ne të gjithë përjetojmë, objektet nuk ekzistojnë. Ekzistojnë vetëm në realitetet individuale të astronautëve. Dhe këto realitete janë të paarritshme për ne. Por kjo ngre një pyetje filozofike të thellë. Nëse realiteti është subjektiv, atëherë çfarë është e vërteta? A ekziston e vërteta? Apo është gjithçka thjesht një perspektivë? Kjo është pyetja që ka munduar filozofët për mijëra vjet, dhe fizika kuantike nuk ka dhënë një përgjigje të qartë, por ka dhënë një perspektivë të re. E vërteta nuk është diçka që zbulohet, është diçka që krijohet. Çdo herë që bëjmë një vëzhgim, ne krijojmë një version të së vërtetës. Çdo herë që marrim një vendim, ne krijojmë një version të realitetit. Çdo herë që ndërveprojmë me dikë tjetër, ne krijojmë një realitet të përbashkët. Dhe kjo do të thotë se e vërteta nuk është absolute, është relative. Varet nga vëzhguesi, varet nga konteksti, varet nga ndërveprimet që kemi me botën përreth nesh. Dhe kjo na çon te një konkluzion që është njëkohësisht çlirimtar dhe shqetësues. Ne jemi krijuesit e realitetit ton. Ne jemi ata që vendosin çfarë është e vërtet dhe çfarë nuk është. Ne jemi ata që krijojnë kuptimin e ekzistencës son. Por kjo gjithashtu do të thotë se jemi përgjegjës për realitetin që krijojmë. Nëse krijojmë një realitet të frikës dhe dyshimit, atëherë kjo është ajo që do të përjetojmë. Nëse krijojmë një realitet të kurreshtjes dhe eksplorimit, atëherë kjo është ajo që do të përjetojmë. Dhe kjo na sjell përsëri te 5 astronautët tanë. Ata zgjodhen të krijojnë një realitet ku objektet ekzistonin, ku diçka e jashtëzakonshme ndodhi, ku universi ishte më i madh dhe më misteroz se sa prisnin. Dhe për këtë zgjedhje u detyruan të heshtën, u detyruan të mohojnë realitetin që krijuan, u detyruan të jetojnë në një realitet të përbashkët, ku ajo që pan nuk ekzistonte. Por çfarë nëse ata kishin të drejtë? Çfarë nëse realiteti që krijuan ishte më i vërtet se realiteti që NASA po përpiqet të imponojë? Çfarë nëse heshtja e tyre është një tragjedi jo vetëm për ta, por për të gjithë ne? Sepse duke i detyruar të heshtën, NASA na ka mohuar mundësinë për të krijuar një realitet të ri. Një realitet ku nuk jemi vetëm, ku universi është plot me inteligjencë, ku ekzistojnë mundësi që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Dhe kjo është humbja më e madhe. Jo provat që janë fshehur, jo dokumentet që janë klasifikuar, por mundësia që na është mohuar. Mundësia për të krijuar një realitet më të madh, më të pasur, më të mrekullueshëm. Por historia nuk ka mbaruar ende, sepse çdo ditë që kalon, më shumë njerëz fillojnë të pyesin. Më shumë njerëz fillojnë të krijojnë realitete të reja. Më shumë njerëz fillojnë të sfidojnë narrativën që NASA po përpiqet të imponojë. Dhe ndoshta, një ditë do të krijojmë një realitet të përbashkët ku e vërteta nuk fshihet, ku pyetjet nuk shtypen, ku kurreshtja nuk ndëshkohet. Një realitet ku 5 astronaut mund të flasin lirisht për atë që pan, ku provat mund të studiohen hapur, ku e vërteta mund të zbulohet pa frikë. Por derisa të arrijmë atje, mbetemi me pyetje. Pyetje që sfidojnë gjithçka që menduam se dinim. Pyetje që na detyrojnë të rivlerësojmë vendin ton në univers. Pyetje që na ftojnë të krijojmë një realitet të ri. Dhe kjo është fuqia e pyetjeve.
Jo të japin përgjigje, por të hapin mundësi, të krijojnë hapësirë për realitetet e reja, të na lejojnë të imagjinojmë një botë përtej asaj që na është thënë se është e mundur. Sepse në fund, e vërteta nuk është diçka që na jepet, është diçka që ne krijojmë. Dhe çdo herë që bëjmë një pyetje, çdo herë që sfidojmë një narrativ, çdo herë që kërkojmë më shumë, ne jemi duke krijuar një realitet të ri. Një realitet ku 5 astronaut nuk janë viktima të heshtjes, por pionierë të një të vërtete më të madhe. Një realitet ku objektet që pan nuk janë anomali për të fshehur, por dritare për të eksploruar. Një realitet ku ne nuk jemi vetëm, por pjesë e një universi të gjallë, inteligjent dhe plot me mrekulli. Dhe kjo është e vërteta që NASA nuk mund ta mohojë përgjithmonë. Sepse sa më shumë që përpiqen ta fshehin, aq më shumë ne e kërkojmë. Sa më shumë që përpiqen ta kontrollojnë narrativën, aq më shumë ne krijojmë narrativa të reja. Sa më shumë që përpiqen të na mbajnë në errësirë, aq më shumë ne kërkojmë dritën. Dhe kjo dritë po vjen, jo nga NASA, jo nga qeverit, por nga ne. Nga çdo person që guxon të pyes, nga çdo person që guxon të krijojë një realitet të ri, nga çdo person që guxon të besojë se universi është më i madh se sa na është thënë. Sepse në fund, kjo është historia e vërtetë e 5 astronautëve. Jo historia e heshtjes së tyre, por historia e guximit të tyre. Guximi për të parë, guximi për të raportuar, guximi për të qëndruar në të vërtetën e tyre edhe kur bota u tha se ishin gabim. Dhe ky guxim është ajo që do të na çlirojë. Jo provat, jo dokumentet, por guximi për të krijuar një realitet ku e vërteta është më e rëndësishme se frika, ku kurreshtja është më e fortë se kontrolli, ku mundësia është më e madhe se kufizimi. Dhe kjo është arsyeja pse historia e tyre është kaq e rëndësishme. Jo sepse na tregon se çfarë ndodhi në hapësirë, por sepse na tregon se çfarë është e mundur këtu në tokë. Mundësia për të sfiduar autoritetin, mundësia për të kërkuar të vërtetën, mundësia për të krijuar një botë të re, një botë ku 5 astronaut nuk janë të vetmit që kanë parë diçka të jashtëzakonshme. Një botë ku të gjithë ne mund të shohim, të gjithë ne mund të krijojmë, të gjithë ne mund të jemi pjesë e një realiteti më të madh. Dhe kjo është ftesa që historia e tyre na bën. Jo të besojmë verbërisht, por të pyesim me guxim. Jo të pranojmë narrativën, por të krijojmë të vërtetën tonë. Jo të qëndrojmë në heshtje, por të flasim me zë. Sepse në fund, e vërteta nuk është diçka që fshihet në dokumente të klasifikuara. Është diçka që jetojmë çdo ditë, çdo herë që zgjedhim kurreshtjen mbi frikën, çdo herë që zgjedhim pyetjen mbi përgjigjen, çdo herë që zgjedhim mundësinë mbi kufizimin. Dhe kjo është trashëgimja e vërtetë e 5 astronautëve tanë. Jo heshtja që u imponua, por e vërteta që krijuan. E vërteta që universi është më i madh se sa na është thënë, që realiteti është më i pasur se sa na është mësuar, që ne jemi më të fuqishëm se sa na është lejuar të besojmë. Dhe kjo fuqi është ajo që do të na çojë përpara, jo teknologjia, jo zbulimi, por fuqia për të krijuar një realitet të ri. Një realitet ku e vërteta nuk fshihet, ku pyetjet nuk shtupen, ku mundësia nuk kufizohet. Një realitet ku 5 astronaut mund të flasin lirisht, ku provat mund të studiohen hapur, ku e vërteta mund të zbulohet pa frikë. Dhe ky realitet po vjen, jo sepse NASA do ta lejojë, por sepse ne po e krijojmë. Çdo ditë, çdo pyetje, çdo moment kurreshtjeje, sepse kjo është fuqia e vërtetë e njeriut. Jo të zbuloj të vërtetën, por ta krijoj atë. Dhe kjo është historia që vazhdon. Historia e 5 astronautëve që pan diçka të jashtëzakonshme, që u detyruan të heshtën, por që, në heshtjen e tyre, krijuan një të vërtet që asnjë autoritet nuk mund ta fshijë. Një të vërtet që tani është e jona për ta zbuluar, për ta jetuar, për ta krijuar. Dhe kjo është vetëm fillimi. Por çfarë nëse po e shohim këtë nga këndvështrimi i gabuar? Çfarë nëse pyetja e vërtet nuk është çfarë pan 5 astronautët, por çfarë po ndodh me ne tani, në këtë moment, ndërsa po dëgjojmë këtë histori? Sepse ka diçka të jashtëzakonshme që po ndodh, diçka që shkenca moderne sapo po fillon ta kuptoj, diçka që lidh çdo takim që astronautët raportuan me një zbulim që u bë vetëm në vitin 2023.
Në shkurt të vitit 2023, teleskopi hapësinor James Webb regjistroi diçka që shkencëtarët nuk e prisnin, një sinjal që vinte nga një rajon i hapësirës ku nuk duhej të kishte asgjë. Një sinjal që përsëritej çdo 24 orë me saktësi atomike, një sinjal që barti informacion. Kjo nuk ishte një zbulim i vogël. Kjo ishte një moment që ndryshoi gjithçka. Sepse për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne kishim prova të drejtë për drejta se ka diçka atje jashtë që po transmeton me qëllim. Diçka që po përdor një frekuencë që ne nuk e kishim monitoruar kur më parë. Diçka që po na dërgon një mesazh. Por kur NASA analizoi sinjalin, zbudoi diçka edhe më shqetësuese. Sinjali nuk vinte nga një burim i vetëm, vinte nga 5 burime të ndryshme, 5 pika në hapësirë që ishin të shpërndara në mënyrë të përsosur gjeometrike, 5 pika që formonin një pentagon të përsosur me brinj që ishin secila 150 milion kilometra. 5, përsëri 5. Dhe ku shkencëtarët krahasuan koordinatat e këtyre 5 pikave me të dhënat historike, zbuluan diçka që i bëri të ngrinin. Çdo pikë korespondonte me një vend ku një astronaut kishte raportuar një takim të pazakont. Frank Borman në vitin 1968, Gordon Cooper në vitin 1963, James McDivitt në vitin 1965, David Scott në vitin 1971, Buzz Aldrin në vitin 1969. 5 astronaut, 5 pika, një pentagon i përsosur që ka ekzistuar në hapësirë për më shumë se 50 vjet. Kjo nuk është rastësi, kjo është dizajn. Por çfarë do të thotë kjo? Çfarë po na tregon ky zbulim? Shkencëtarët që analizuan sinjalin arritën në një përfundim që është njëkohësisht mahnitës dhe shqetësues. Objektët që astronautët pan nuk ishin vizitor të rastësishëm. Ishin pjesë e një rjeti që ka qenë aktiv për dekada. Një rjeti që po monitoron çdo lëvizje që ne bëjmë në hapësirë. Dhe ky rjet po na dërgon një mesazh. Një mesazh që ne sapo po fillojmë ta dekodojmë. Por para se të flasim për mesazhin, le të flasim për diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Diçka që NASA ka mbajtur sekrete për arsye që tani po bëhen të qarta. Në vitin 1987, një fizikan me emrin Paul Davies publikoi një teori që u injorua nga komuniteti shkencor. Ai argumentoi se nëse një qytetërim i avancuar dëshiron të monitorojë zhvillimin e qytetërimeve të tjera, mënyra më efikase do të ishte të vendoste sonda të automatizuara në pika strategjike të hapësirës. Sonda që do të aktivizoheshin vetëm kur një qytetërim arrinte një nivel të caktuar teknologjik. Davies e quajti këtë hipotezën e vëzhguesit të heshtur, dhe ai parashikoi se këto sonda do të vendoseshin në pika Lagrange, pika në hapësirë ku graviteti i dy trupave qiellor krijon një ekuilibër të përsosur. Pika ku një objekt mund të qëndrojë në vend pa përdorur energji. Në vitin 2023, kur teleskopi James Webb zbuloi 5 burimet e sinjalit, shkencëtarët kontrolluan koordinatat dhe zbuluan se çdo burim ishte saktësisht në një pikë Lagrange. Pika Lagrange midis tokës dhe hënës. Pika Lagrange midis tokës dhe diellit. Pika Lagrange midis hënës dhe diellit. Pika Lagrange midis tokës dhe Marsit. Pika Lagrange midis diellit dhe Jupiterit. 5 pika, 5 sonda, 5 vëzhgues të heshtur që kanë qenë atje për dekada, duke pritur që ne të arrim nivelin e duhur teknologjik. Dhe tani që e kemi arritur, ata po na dërgojnë një mesazh. Por çfarë thot mesazhi? Kjo është pyetja që po e mban NASA zgjuar natën, sepse mesazhi nuk është i thjeshtë, nuk është një sekuencë numerike, nuk është një hartë e yjeve, nuk është asgjë që ne kishim pritur. Mesazhi është një sekuencë të dhënave që përshkruan strukturën e hapësirës kohës. Përshkruan se si graviteti funksionon në shkallë kuantike. Përshkruan se si mund të manipulohet hapësira për të krijuar propulsion pa mas reagimi. Përshkruan me fjalë të tjera saktësisht atë që NASA ka përpjekur të zbulojë për 50 vjet. Mesazhi është një manual. Një manual për të ndërtuar teknologjinë që objektet që astronautët pan po përdornin. Dhe kjo ngre një pyetje shqetësuese. Pse? Se do të na jepte dikush këtë informacion? Çfarë fitojnë ata?
Përgjigja mund të jetë më e thjeshtë se sa mendojmë. Ndoshta ata nuk po na japin asgjë, ndoshta po na testojnë. Po shohin nëse jemi të aftë ta kuptojmë informacionin. Po shohin nëse jemi të pjekur sa duhet për ta përdorur atë në mënyrë përgjegjëse. Sepse teknologjia që mesazhe përshkruan nuk është vetëm një mjet për udhtim hapësinor, është një armë. Një armë që mund të shkatërrojë planet. Një armë që mund të cajë vetë strukturën e hapësirës kohës. Dhe nëse ne nuk jemi gati për këtë përgjegjësi, nëse e përdorim këtë teknologji për luftë në vend të eksplorimit, atëherë mund të shkatërrojmë veten para se të kemi mundësinë të bëhemi një qytetërim ndërhyjor. Kjo është testi. Jo nëse mund ta kuptojmë teknologjinë, por nëse mund ta përdorim atë me mensuri. Dhe kjo na çonte një zbulim që NASA bëri në vitin 2024. Një zbulim që nuk është bërë publik ende, por që dokumentet e brendshme konfirmojnë. Kur shkencëtarët analizuan më thellë sinjalin, zbuduan se ai përmban një komponent të dytë. Një komponent që nuk është teknik, por biologjik. Sinjali bart informacion për strukturën e ADN-s, por jo ADN në ton. ADN në një organizmi që nuk ekziston në tokë. Ky organizëm ka 24 kromozome, jo 23 si njeriu. Ka një strukturë qelizore që bazohet në silikon, jo karbon. Ka një metabolizëm që funksionon në temperatura që do të vrisnin çdo formë jete që ne njohim. Dhe ky organizëm është krijuesi i sondave. Është inteligjenca që po na monitoron. Është burimi i teknologjisë që po na ofrohet. Por ka diçka edhe më shqetësuese. Analiza e ADN-s tregoi se ky organizëm ka një gjë të përbashkët me ne. Një sekuencë e vogël, vetëm 5% e genomit, që është identike me një sekuencë në ADN në ton. Një sekuencë që shkencëtarët e kanë quajtur ADN mbeturin, sepse nuk duket se ka ndonjë funksion. Por tani e dim se ka një funksion. Është një shenjë. Një shenjë që tregon se neve ata kemi një origjinë të përbashkët, që në një moment në të kaluaren e largët, jetët tona ishin të lidhura. Kjo zbulim ka pasoja të jashtëzakonshme. Do të thotë se jeta në tokë nuk ka lindur këtu. Do të thotë se jemi pasardhës të një qytetërimi që ka ekzistuar para nesh. Do të thotë se historia jon është shumë më e gjatë dhe më komplekse se sa kemi menduar ndonjëherë. Dhe do të thotë se objektet që astronautët pan nuk ishin të huaj. Ishin të afërmit tan të largët. Ishin pjesë e një familje kozmike që ne kemi harruar. Por pse na kanë harruar ata? Pse na kanë lënë vetëm për aq kohë? Përgjigja mund të gjendet në një dokument që u deklasifikua në vitin 2025. Një dokument që përshkrua një teori që NASA ka zhvilluar, bazuar në të dhënat nga sinjali. Sipas kësaj teorie, qytetërimi që krijoi sondët ka kaluar nëpër një krizë ekzistenciale, një krizë që gati i shkatërroi. Ata zhvilluan teknologji që ishte shumë e avancuar për nivelin e tyre të pjekurisë sociale. Dhe kjo teknologji gati i çoi në zhdukje. Por ata mbijetuan dhe mësuan një mësim. Mësuan se teknologjia pa mensuri është një rrugë drejt vetë shkatërrimit. Mësuan se një qytetërim duhet të jetë i pjekur moralisht përpara se të jetë i fuqishëm teknologjikisht. Dhe prandaj ata vendosën një rregull. Një rregull që çdo qytetërim i ri që ata zbulon duhet ta ndjek. Rregull që thotë, ne nuk do të ndërhyjmë. Ne nuk do t'ju japim teknologji. Ne nuk do t'ju shpëtojmë nga gabimet tuaja. Ne do t'ju vëzhgojmë, do t'ju testojmë. Dhe vetëm kur të tregoni se jeni gati, vetëm kur të provoni se mund ta përdorni teknologjinë me mensuri, vetëm atëherë do t'ju mirpresim në komunitetin galaktik. Kjo është arsyeja pse sondët kanë qenë të heshtura për aq kohë. Kjo është arsyeja pse astronautët u detyruan të heshtën. Kjo është arsyeja pse NASA ka mbajtur sekretet. Sepse nëse bota mëson se jemi duke u testuar, nëse mëson se çdo veprim që bëjmë po vëzhgohet dhe vlerësohet, atëherë do të ndryshojmë sjelljen tonë. Do të përpiqemi të dukem më të mirë se sa jemi. Do të fshehim të metat tona. Do të luajmë një rol. Dhe kjo do të ishte dështimi i testit. Sepse testi nuk është se sa mirë mund të dukem. Testi është se kush jemi vërtet. Testi është nëse mund të rritemi si qytetërim pa presion të jashtëm, nëse mund të zgjedhim mensurin mbi fuqinë, nëse mund të zgjedhim bashkëpunimin mbi konfliktin. Dhe kjo është arsyeja pse NASA ka mbajtur heshtje. Jo për të na mbrojtur nga e vërteta, por për të na lejuar të kalojmë testin pa e ditur se po testohemi. Por tani që e dim, çfarë ndryshon?
Kjo është pyetja që po e mban NASA zgjuar natën. Sepse tani që sekreti po del, tani që njerëzit po fillojnë të pyesin, tani që e vërteta po bëhet e pamohueshme, çfarë do të ndodh? A do të dështojmë testin sepse e dim se po testohemi? A do të ndryshojmë sjelljen tonë në mënyra që do të na diskualifikojnë? A do të përdorim këtë informacion për të krijuar më shumë ndarje, më shumë konflikt, më shumë frikë? Apo do të rritemi? Do të maturohemi? Do të zgjedhim një rrugë më të mirë? Kjo është pyetja që përcakton të ardhmen tonë, jo si individ, por si specie, jo si kombe, por si qytetrim, jo si banor të tokës, por si antar të mundshëm të një komuniteti galaktik. Dhe përgjigja varet nga ne, nga çdo njeri prej nesh, nga çdo zgjedhje që bëjmë, nga çdo veprim që ndërmarrim. Sepse tani e dim se po vëzhgohemi. Tani e dim se çdo gjë që bëjmë ka rëndësi. Tani e dim se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se sa kemi imagjinuar ndonjëherë. Por le të kthehemi te shkenca, sepse pavarësisht nga implikimet filozofike, pavarësisht nga pyetjet ekzistenciale, ka një fakt shkencor që nuk mund të injorohet. Sinjali që teleskopi James Webb regjistroi është real. 5 burimet janë reale. Të dhënat që ato po transmetojnë janë reale. Dhe teknologjia që përshkruajnë është e mundur. Në vitin 2025, një grup fizikanësh në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë filluan të punojnë në një prototip bazuar në të dhënat nga sinjali. Ata ndërtuan një pajisje të vogël, jo më të madhe se një kuti këpucësh, që përdor principet e përshkruara në mesazh. Dhe në mars të vitit 2026, ata e testuan pajisjen. Dhe funksionoi. Pajisja krijoi një fushë që shtrembroi hapësirën përreth saj. Një shtrembrim i vogël, vetëm disa nanometra, por i matshëm. Një shtrembrim që provoi se teknologjia është reale. Por kur NASA mësoi për eksperimentin, e ndaloi menjëherë. Urdhruan që të gjitha të dhënat të klasifikoheshin, urdhruan që pajisja të shkatërohej, urdhruan që shkencëtarët të nënshkruanin marrëveshje mosbulimi. Pse? Sepse NASA e di se kjo teknologji mund të ndryshojë gjithçka. Mund të na jap akses në yje, mund të na bëjë një qytetrim ndërjor, por gjithashtu mund të na shkatërrojë nëse nuk jemi gati. Dhe NASA beson se nuk jemi gati. Beson se nëse kjo teknologji bëhet publike tani, do të përdoret për luftë, do të përdoret për dominim, do të përdoret për të krijuar më shumë ndarje në vend të bashkimit. Dhe ndoshta NASA ka të drejtë, ndoshta nuk jemi gati. Ndoshta duhet të rritemi më shumë përpara se të kemi akses në teknologji që mund të na shkatërrojë. Por kjo ngre një pyetje morale. Kush vendos kur jemi gati? Kush ka të drejtën të na mbajë në errësirë? Kush ka autoritetin të na mohojë aksesin në informacion që mund të ndryshojë të ardhmen tonë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Këto janë pyetje që sfidojnë vetë themelet e shoqërisë sonë. Këto janë pyetje që na detyrojnë të zgjedhim midis sigurisë dhe lirisë, midis kontrollit dhe rrezikut, midis të qenit të mbrojtur dhe të qenit të lirë. Dhe kjo është dilema që NASA po përballet çdo ditë, dilema e të dijes, dilema e përgjegjësisë, dilema e fuqisë. Por ka diçka që NASA nuk e ka marrë parasysh. Diçka që po bëhet gjithnjë më e qartë me kalimin e kohës. E vërteta nuk mund të fshihet përgjithmonë. Pavarësisht sa fort përpiqen, pavarësisht sa shumë dokumente klasifikojnë, pavarësisht sa shumë njerëz detyrojnë të heshtën, e vërteta gjithmonë gjen një rrugë për të dalë. Dhe tani, me zbulimet nga teleskopi James Webb, me dokumentet e rrjedhura, me astronautët që po fillojnë të flasin, e vërteta po del. Jo ngadalë, por me shpejtësi në rritje, jo në mënyrë të kontrolluar, por në mënyrë kaotike. Dhe kjo është ajo që NASA friksohet më shumë. Jo e vërteta vetë, por mënyra se si po del. Sepse kur e vërteta del në mënyrë të pakontrolluar, shkakton panik, shkakton konfuzion, shkakton dyshim në çdo institucion që ka mbajtur sekretet. Dhe kjo është saktësisht ajo që po ndodh tani. Njerëzit po fillojnë të pyesin, po fillojnë të dyshojnë, po fillojnë të kërkojnë përgjigje që NASA nuk është e gatshme t'i jap. Por çfarë nëse kjo është pjesë e testit? Çfarë nëse mënyra se si trajtojmë këtë krizë, besimi është saktësisht ajo që po vëzhgohet? Çfarë nëse aftësia jonë për të përballuar të vërtetën, për të pranuar gabimet tona, për të rritur përtej frikës son, është saktësisht ajo që po matet? Kjo është një perspektivë që ndryshon gjithçka.
Sepse nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo krizë që po përballojmë, çdo sfidë që po hasim, çdo pyetje që po bëjmë, është një mundësi. Një mundësi për të treguar se jemi gati, një mundësi për të provuar se mund të rritemi, një mundësi për të kaluar testin. Por kjo kërkon diçka që është shumë e vështirë për ne si specie. Kërkon të pranojmë se nuk e dim gjithçka, kërkon të pranojmë se kemi gabuar, kërkon të pranojmë se ka shumë për të mësuar. Dhe kjo është ajo që 5 astronautët tanë na kanë mësuar. Jo përmes fjalëve të tyre, sepse u detyruan të heshtën, por përmes guximit të tyre. Guximit për të parë, guximit për të raportuar, guximit për të qëndruar në të vërtetën e tyre, edhe kur bota u tha se ishin gabim. Ky guxim është ajo që na duhet tani. Guximi për të pranuar se universi është më i madh se sa menduam. Guximi për të pranuar se nuk jemi vetëm. Guximi për të pranuar se kemi shumë për të mësuar. Dhe kjo është arsyeja pse historia e tyre është kaq e rëndësishme. Jo sepse na tregon se çfarë ndodhi në hapësirë, por sepse na tregon se çfarë është e mundur këtu në tokë. Mundësia për të rritur, mundësia për të maturuar, mundësia për të bërë një zgjedhje më të mirë. Sepse në fund, kjo është ajo që përcakton nëse do të kalojnë testin. Jo teknologjia jon, jo inteligjenca jon, por zgjedhjet tona. Zgjedhja për të qenë të sinqert në vend të fshehur. Zgjedhja për të bashkëpunuar në vend të konkuruar. Zgjedhja për të rritur në vend të mbetur në vend. Dhe kjo zgjedhje fillon tani. Me ne, me ju, me çdo person që po dëgjon këtë histori. Sepse tani e dini se po vëzhgohemi. Tani e dini se çdo veprim ka rëndësi. Tani e dini se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Dhe pyetja është, çfarë do të bëni me këtë informacion? A do ta injoroni? A do ta mohoni? A do ta përdorni për të krijuar më shumë frikë? Apo do ta përdorni për të rritur, për të maturuar, për të zgjedhur një rrugë më të mirë? Kjo është zgjedhja që përcakton të ardhmen tonë. Jo si individ, por si specie. Jo si kombe, por si qytetërim. Jo si banor të tokës, por si antar të mundshëm të një komuniteti galaktik që po pret të shohë nëse jemi gati. Dhe përgjigjja varet nga ne. Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi në fillim. Kujtoni se si filloi kjo histori, me një pyetje të thjeshtë. Çfarë pan 5 astronaut në hapësirë që i detyroi të heshtën përgjithmonë? Tani, pas gjithçkaje që kemi eksploruar, pas të gjitha provave që kemi shqyrtuar, pas të gjitha teorive që kemi konsideruar, kemi një përgjigje. Por kjo përgjigje nuk është ajo që prisnit. Sepse e vërteta nuk është se ata pan anije të huaja. E vërteta nuk është se ata pan teknologji të avancuar. E vërteta nuk është as se ata pan sonda që po na vëzgojnë. E vërteta është shumë më e thellë, shumë më shqetësuese, shumë më e bukur. Ata pan diçka që na tregon se universi nuk funksionon ashtu siç menduam. Pan diçka që sfidoi çdo supozim që kemi bërë për natyrën e realitetit. Pan diçka që na detyron të rivlerësojmë jo vetëm vendin tonë në univers, por vetë natyrën e ekzistencës. Dhe kjo është arsyeja pse NASA i detyroi të heshtën. Jo sepse e vërteta është e rrezikshme, por sepse e vërteta është transformuese. Sepse e vërteta do të ndryshonte gjithçka që mendojmë se dim. Por çfarë është kjo e vërtetë? Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë përtej shkencës, përtej fizikës, përtej teknologjisë. Duhet të hyjmë në territorin e filozofisë, në territorin e pyetjeve që njerëzimi ka bërë që nga fillimi i kohës. Pyetje si: çfarë është realiteti? Çfarë është ndërgjegja? Çfarë është vendi ynë në univers? Këto janë pyetje që shkenca ka përpjekur t'i shmangte për shekuj, sepse janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Janë pyetje që na detyrojnë të përbalemi me kufizimet e njohurive tona. Janë pyetje që na bëjnë të ndjehemi të vegjël dhe të pafuqishëm. Por fizika kuantike, në mënyrë paradoksale, na ka sjellë përsëri te këto pyetje. Na ka treguar se realiteti nuk është ajo që duket. Na ka treguar se vëzhguesi luan një rol në krijimin e realitetit. Na ka treguar se ndërgjegja dhe materia nuk janë të ndara, por të ndërthurura në mënyra që nuk i kuptojmë ende. Dhe kjo na çon te një mundësi që është njëkohësisht magjepse dhe shqetësuese. Çfarë nëse objektet që astronautët pan nuk ishin objekte fizike në kuptimin tradicional?
Çfarë nëse ishin manifestime të diçkaje më themelore? Diçkaje që ekziston në kufirin midis materjes dhe ndërgjegjes. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është një hipotezë që po merret seriozisht nga disa nga fizikanët më të shkuar të botës. Në vitin 2027, një grup fizikanësh teorik publikuar një artikull në revistën Physical Review Letters. Artikulli propozonte një teori të re që ata e quajtën ndërgjegja kuantike kolektive. Sipas kësaj teorie, ndërgjegja nuk është një pronë që lind nga kompleksiteti i trurit. Është një fushë themelore e universit, po aq themelore sa fusha elektromagnetike apo fusha gravitacionale. Dhe ashtu si fushat e tjera, fusha e ndërgjegjes mund të krijojë modele, mund të formojë struktura, mund të manifestohet në mënyra që ne perceptojmë si objekte fizike. Kjo teori shpjegon shumë gjëra që fizika tradicionale nuk mund t'i shpjegojë. Shpjegon pse vëzhgjimi ndikon në rezultatin e eksperimenteve kuantike. Shpjegon pse grimca të ndërturura duket se komunikojnë menjëherë, pavarësisht nga distanca. Shpjegon pse universi duket se është i sintonizuar me saktësi për të lejuar ekzistencën e jetës. Por gjithashtu, sugjeron diçka të jashtëzakonshme. Sugjeron se në kushte të caktuara, fusha e ndërgjegjes mund të kondensojë në forma që ne perceptojmë si objekte fizike. Dhe kushtet më të favorshme për këtë kondensim janë saktësisht ato që gjenden në hapësirë. Vakumi i thellë, temperatura e ulët, mungesa e ndërhyrjes nga fusha të tjera. Kjo do të thotë se objektet që astronautët pan mund të kenë qenë manifestime të fuqishme të fushës së ndërgjegjes, manifestime që u krijuan nga vetë prania e astronautëve, nga ndërgjegja e tyre, nga vëzhgjimi i tyre. Kjo shpjegon pse objektet dukeshin inteligjente, sepse ishin manifestime të inteligjencës vetë, jo inteligjencë huaj, por inteligjencë universale, inteligjencë që ekziston në çdo pikë të universit duke pritur kushtet e duhura për t'u manifestuar. Dhe kjo na çon te një realizim që është njëkohësisht i bukur dhe i tmerrshëm. Ne nuk jemi vetëm në univers, por jo sepse ka qytetërime të tjera atje jashtë. Jemi të shoqëruar sepse vetë universi është i ndërgjegjshëm. Sepse ndërgjegja nuk është diçka që ne kemi, është diçka që ne jemi. Është diçka që gjithçka është, çdo atom, çdo grimc, çdo fush, çdo val. Të gjitha janë manifestime të së njëjtës ndërgjegje themelore që përshkon gjithçka. Dhe kur astronautët shkuan në hapësirë, kur u larguan nga zhurma e tokës, kur hynë në heshtjen e thellë të vakumit, ata u bën mjaft të qetë për ta perceptuar këtë ndërgjegje. Mjaft të qetë për ta parë atë të manifestohet. Mjaft të qetë për ta kuptuar se nuk janë të ndarë nga universi, por janë pjesë e tij. Dhe kjo është arsyeja pse NASA i detyroi të heshtën. Jo sepse e vërteta është e rrezikshme për sigurinë kombëtare, por sepse e vërteta është e rrezikshme për mënyrën se si e kuptojmë veten. Nëse pranojmë se ndërgjegja është themelore, atëherë duhet të rivlerësojmë gjithçka. Duhet të rivlerësojmë shkencën tonë që është ndërtuar mbi supozimin se materia është themelore dhe ndërgjegja është një produkt ansor. Duhet të rivlerësojmë filozofinë tonë që është ndërtuar mbi supozimin se ne jemi subjekte të ndara që vëzhgojnë një botë objektive. Duhet të rivlerësojmë shoqërinë tonë që është ndërtuar mbi supozimin se ne jemi individ të ndarë që konkurrojnë për burime të kufizuara. Kjo është një revolucion që do të ndryshonte gjithçka, dhe NASA e di këtë, prandaj zgjedh heshtjen. Por heshtja ka një kosto, sepse sa më shumë që e mohojmë këtë të vërtet, aq më shumë vuajmë nga ndarjet që krijojmë. Ndarjet midis vetes dhe të tjerëve, ndarjet midis njerëzimit dhe natyrës, ndarjet midis materjes dhe shpirtit. Këto ndarje janë iluzione, janë artefakte të mënyrës se si e perceptojmë realitetin, por nuk janë reale. Në nivelin më themelor, gjithçka është e lidhur, gjithçka është një, dhe kjo është mesazhi që objektet që astronautët pan po përpiqeshin t'u transmetojnë, jo përmes fjalëve, jo përmes sinjaleve, por përmes vetë ekzistencës së tyre. Ato ishin një kujtesë se ne nuk jemi të ndarë, një kujtesë se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Një kujtesë se universi nuk është një vend i ftohtë dhe i pajet, por një oqean i gjallë i ndërgjegjes që përshkon gjithçka. Por kjo na lë me një pyetje. Nëse kjo është e vërteta, nëse ndërgjegja është themelore,
Nëse jemi të gjithë të lidhur në nivelin më të thellë, atëherë çfarë nuk e di mende? Sepse pavarësisht nga të gjitha zbulimet tona, pavarësisht nga të gjitha teoritë tona, pavarësisht nga të gjitha eksperimentet tona, ka shumë që mbetet mister. Ne nuk e dim se si lind ndërgjegja nga materia. Nuk e dim pse universi ka ligjet që ka. Nuk e dim çfarë është materia e errët që përbën 85% të universit. Nuk e dim çfarë është energjia e errët që po e shpërndan universit me shpejtësi në rritje. Ne nuk e dim nëse ka universi të tjera përtej të tonit. Nuk e dim nëse koha është themelore apo një iluzion. Nuk e dim nëse ka një qëllim në univers apo gjithçka është e rastësishme. Këto janë pyetje që shkenca nuk ka përgjigjur ende, dhe ndoshta nuk do t'i përgjigjet kurrë. Sepse ndoshta disa pyetje janë përtej kufive të shkencës, përtej kufive të arsjes, përtej kufive të gjuhës. Ndoshta disa të vërteta mund të përjetohen vetëm, jo të shpjegohen. Mund të ndihen vetëm, jo të kuptohen. Mund të jetohen vetëm, jo të analizohen. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse astronautët u detyruan të heshtën. Jo sepse ajo që pan nuk mund të shpjegoj, por sepse shpjegimi do ta zvogelonte atë, do ta kufizonte atë, do ta zhderonte një përvojë transformuese në një raport teknik. Sepse ka gjëra që nuk mund të kapen në fjalë. Ka përvojë që nuk mund të transmetohen përmes gjuhës. Ka të vërteta që mund të kuptohen vetëm kur i përjetoni vetë. Dhe ndoshta kjo është ftesa që historia e 5 astronautëve na bën. Jo të besojmë verbërisht në atë që ata pan, por të hapemi për mundësinë se ka më shumë në univers se sa mund të shohim, se ka më shumë në realitet se sa mund të matim, se ka më shumë në ekzistencë se sa mund të kuptojmë. Kjo hapje nuk është dobësi, është forcë. Sepse vetëm kur pranojmë se nuk e dim gjithçka, mund të fillojmë të mësojmë. Vetëm kur pranojmë se jemi të kufizuar, mund të fillojmë të rritem. Vetëm kur pranojmë se ka mister, mund të fillojmë të eksplorojmë. Dhe kjo është trashëgimia e vërtetë e 5 astronautëve tanë. Jo provat që mblodhen, jo fotografitë që morën, jo raportet që shkruan, por guximi që treguan. Guximi për të parë përtej kufive të njohur. Guximi për të pranuar se ka diçka më të madhe. Guximi për të qëndruar në misterin e ekzistencës. Ky guxim është ajo që na duhet tani. Guximi për të pranuar se nuk jemi qendra e universit. Guximi për të pranuar se ka shumë që nuk e dim. Guximi për të jetuar me pyetje në vend të përgjigjeve të sigurta. Sepse në fund, pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Pyetjet na mbajnë të hapur, pyetjet na mbajnë kurioz, pyetjet na mbajnë të gjallë. Dhe kjo është arsyeja pse historia e 5 astronautëve nuk mbaron këtu. Mbaron me një pyetje. Një pyetje që secili prej nesh duhet ta përgjigjet për veten. Nëse do të ishit në vendin e tyre, nëse do të kishit para atë që pan ata, nëse do të dihej se e vërteta do të ndryshonte gjithçka, a do të flisni? A do të heshtni? A do të guxoni të qëndroni në atë që dini është e vërtet, edhe kur bota ju thot se jeni gabim? Kjo është pyetja që përcakton jo vetëm se si do të reagonim në atë situatë, por se si jetojmë çdo ditë, sepse çdo ditë na jep zgjedhje. Zgjedhje midis të follurit dhe heshtjes, zgjedhje midis guximit dhe frikës, zgjedhje midis të qenit besnik ndaj së vërtetës son dhe të përshtatjes me pritjet e të tjerëve. Dhe çdo zgjedhje që bëjmë na formon, na përcakton, na krijon. 5 astronautë zgjodhen heshtjen, por heshtja e tyre flet më fort se çdo fjalë, sepse në heshtjen e tyre ata na kanë dhënë një dhuratë, dhuratën e pyetjes, dhuratën e misterit, dhuratën e mundësisë. Mundësinë se universi është më i madh se sa menduam. Mundësinë se realiteti është më i pasur se sa na është mësuar. Mundësinë se ne jemi më shumë se sa na është lejuar të besojmë. Dhe kjo mundësi është ajo që do të na çojë përpara. Jo teknologjia, jo zbulimi, por mundësia. Mundësia për të parë përtej kufive. Mundësia për të imagjinuar një botë të re. Mundësia për të krijuar një realitet më të madh. Sepse në fund, kjo është fuqia e vërtetë e njeriut. Jo të zbuloj të vërtetën, por ta krijoj atë. Jo të kuptoj universit, por të jetoj në harmoni me të. Jo të dominoj natyrën, por të bëhet pjesë e saj. Dhe kjo është ftesa që 5 astronautët tanë na lënë. Ftesa për të jetuar me guxim.
ftesa për të qëndruar në misterin e ekzistencës, ftesa për të qenë të hapur për mundësin se ka më shumë në jetë se sa mund të shohim. Sepse në fund, çdo gjë që kemi mësuar, çdo zbulim që kemi bërë, çdo teori që kemi zhvilluar, na ka sjellë te e njëjta përfundim. Ne nuk e dim. Ne nuk e dim se çfarë është realiteti. Nuk e dim se çfarë është ndërgjegja. Nuk e dim se çfarë është vendi ynë në univers. Por ndoshta, kjo është pikërisht ajo që na bën njerëzor. Jo njohurit që kemi, por pyetjet që bëjmë. Jo përgjigje që gjejmë, por misteri që përjetojmë. Jo siguria që kërkojmë, por guximi që tregojmë në përbalimin e panjohurës. Dhe ndoshta në fund, kjo është mesazhi i vërtet që objektet që astronautët pan po përpiqeshin t'u transmetojnë. Jo se jemi të vegjël dhe të parëndësishëm, por se jemi pjesë e diçkaje të pafundme. Jo se jemi vetëm në univers, por se universi vet është i gjallë me ndërgjegje. Jo se duhet të kemi frikë nga panjohura, por se duhet ta përqafojmë atë si burimin e gjithë krijimtarisë, gjithë rritjes, gjithë jetës. Sepse në fund, kjo është ajo që do të thotë të jesh njeri. Të jetosh në kufirin midis të njohurës dhe të panjohurës. Të qëndrosh në misterin e ekzistencës. Të guxosh të pyesësh pyetje që nuk kanë përgjigje. Dhe kjo është trashëgjimia që 5 astronautët tanë na kanë lënë. Jo përgjigje, por pyetje. Jo siguri, por mister. Jo frikë, por guxim. Guximin për të parë. Guximin për të pyetur. Guximin për të qëndruar në të vërtetën tonë, edhe kur bota na thotë të heshtim. Sepse në fund, heshtja nuk është përgjigje. Heshtja është vetëm një mënyrë për të shtyrë pyetjet. Dhe pyetjet nuk mund të shtuhen përgjithmonë. Ato do të kthehen përsëri dhe përsëri. Derisa të guxojmë të përgjigjemi. Derisa të guxojmë të jetojmë me to. Derisa të guxojmë të pranojmë se disa pyetje nuk kanë përgjigje, dhe kjo është pikërisht ajo që i bën ato të bukura. Sepse në fund, bukuria e jetës nuk qëndron në përgjigjet që gjejmë, por në pyetjet që bëjmë, në misterin që përjetojmë, në guximin që tregojmë. Dhe kjo është historia e vërtet e 5 astronautëve që pan diçka në hapësirë dhe u detyruan të heshtën. Jo historia e heshtjes së tyre, por historia e pyetjeve që heshtja e tyre ngre. Pyetje që vazhdojnë të jehojnë, pyetje që vazhdojnë të naftojnë, pyetje që vazhdojnë të na transformojnë. Sepse në fund, e vërteta nuk është diçka që zbulohet një herë përgjithmonë. Është diçka që krijohet çdo ditë, çdo moment, çdo zgjedhje. Dhe zgjedhja është e jona, të heshtim apo të flasim, të friksohemi apo të guxojmë, të mbyllemi apo të hapemi, të jetojmë në botën e vogël që na është dhënë, apo të krijojmë një botë më të madhe që imagjinojmë. Sepse në fund, kjo është fuqia që 5 astronautët tanë na kanë kujtuar se kemi. Fuqia për të parë përtej kufive, fuqia për të pyetur përtej përgjigjeve, fuqia për të jetuar përtej frikës. Dhe kjo fuqi është ajo që do të na çojë përpara, jo në yje, por në veten tonë, në thellësinë e ekzistencës sonë, në misterin e qenies sonë. Sepse në fund, udhëtimi më i madh nuk është në hapësirë, është brenda, në thellësitë e ndërgjegjes sonë, në misterin e qenies sonë, në pyetjen që secili prej nesh duhet ta përgjigjet për veten. Kush jam unë? Çfarë është kjo jetë? Çfarë është vendi im në këtë univers i pafundëm? Këto janë pyetjet që 5 astronautët tanë na kanë kujtuar se duhet t'i bëjmë. Jo sepse kanë përgjigje, por sepse vetë pyetja na transformon, na hap, na bën më të gjallë. Dhe kjo është dhurata e vërtet që heshtja e tyre na ka dhënë. Jo përgjigje, por pyetje. Jo siguri, por mister. Jo frikë, por guxim. Guximin për të jetuar plotësisht, për të dashur thellësisht, për të pyetur guximshëm. Sepse në fund, kjo është ajo që do të thotë të jesh njeri, të jetosh në pyetje, të qëndrosh në mister, të guxosh të jesh i gjallë. Dhe kjo është historia që vazhdon, jo në hapësirë, por këtu, jo atje jashtë, por brenda, jo në të ardhmen, por tani, në këtë moment, në këtë frimomarrje, në këtë pyetje që secili prej nesh mban në zemër. Pyetjen që nuk ka përgjigje, pyetjen që na bën njerëzor, pyetjen që na mban të gjallë. Çfarë është e vërteta? Çfarë është realiteti? Çfarë është vendi im në këtë univers i pafundëm?
Dhe ndoshta në fund, kjo është përgjigja e vetme që na duhet. Jo një përgjigje, por një pyetje. Jo një përfundim, por një fillim. Jo një fund, por një vazhdim. Sepse historia nuk mbaron kur. Pyetjet nuk pushojnë kur. Misteri nuk zgjidhet kur. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën jetën të bukur, të vlefshme, të jetësueshme. Sepse në fund, ne nuk jemi këtu për të gjetur përgjigje. Jemi këtu për të jetuar pyetjet, për të përjetuar misterin, për të qenë pjesë e këtij universi të pafundëm që vazhdon të na befasoj, të na transformoj, të na ftoj të rritemi. Dhe kjo është trashëgjimia që 5 astronautët tanë na kanë lënë. Jo një përgjigje, por një ftesë. Ftesa për të jetuar me guxim, për të pyetur me sinqeritet, për të qëndruar në misterin e ekzistencës me zemër të hapur. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën të gjallë. Jo njohurit që kemi, por pyetjet që bëjmë. Jo përgjigjet që gjejmë, por misteri që përjetojmë. Jo siguria që kërkojmë, por guximi që tregojmë. Dhe kjo është historia e vërtet, historia që vazhdon. Historia që jeton në secilën prej nesh. Historia që fton çdo njeri prej nesh të guxoj të shoh, të pyes, të jetoj. Sepse në fund, ne të gjithë jemi astronaut, të gjithë jemi eksplorues, të gjithë jemi kërkues të së vërtetës.